Paramendojnë ju sa mjetet derdhen për këto institucionet që ne po flasim. Sa mjetet derdhen për policinë, sa mjetet derdhen për inspektoratin e punës, sa mjetet derdhen për pronarët kompanisë e për institucionet të tjera. Dhe çka jemi duke bëna? Paramendojni që neve në vend punës na ka humbur jetën një punëtor nën moshën 18 vjeçare, i cili ka qenë duke punuar me një makinë që edhe punëtori si punëtor duhet ta ketë një specializim ala me specializimi, dhe neve na humb jetën një punëtor, po them kështu, nën moshën 18 vjeçare, dhe hala ma keq është ajo që ka qenë një vetmi fëmijë në vetmi djalë në atë familje. Dhe tani, po, ne, tha kolegu mi që ne kemi do ligje jashtëzakonisht mira që s'është për mua në ku, por çka me bë që faktikisht ato nuk zbatohen, dhe për mos zbatimin e tyre kemi kaluar një farforme në normalitet. E shpjegoj çështjen nëse nxjinet një fëmijë duke punuar jashtëligjshëm, tha dënohet 50-10 vjet, po paramendojnë ju që ka shku njëri djali krejt për rastin që folëm dhe sot nuk është në bërë kërkush hiç. Po, pikrisht tu deshta më dalë që kanë trajtuar këtë rast institucionet. Dhe mirë që, për shembull, ju nuk dini, po themi shumë për këtë raste se janë dhëmshme, janë trona. Janë trona që unë tash për çdo ditë më shumë po fitoj një përshtypje që institucionet tona të cilat duhet me luftu këtë raste, aty janë të lidhura në mes veti dhe një farforme ti mu unë ty.